Eliona dhe Benita përfshihen në një debat të nxehtë që shpërthen papritur në mes të dhomës, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë banorëve. Tensioni midis tyre ishte ndier prej ditësh, por tani gjërat dalin plotësisht nga kontrolli. Eliona ngrihet në këmbë dhe i afrohet Benitës, duke i folur me një ton të fortë dhe të vendosur. Benita, ti je xheloze. E kupton apo jo? Xheloze për mua, për mënyrën si të tjerët flasin me mua, për vëmendjen që marr. Prandaj po flet keq dhe po shpik gjëra kot. Benita përpiqet ta ndërpres, por Eliona nuk e lë, mos fol. Mos hap gojën për të thënë gjëra që nuk kanë lidhje me realitetin. Më mirë mbylle gojën një herë e mirë se sa të flasësh për mua pa ditur asgjë. Ajo e shikon drejt, pa hezitim dhe pa frikë. Ti po shikon çdo lëvizje time dhe e ke të pamundur ta pranosh që unë nuk kam asgjë me ty. Ti e krijon vetë në kokë këtë xhelozin dhe pastaj vjen tek unë dhe më akuzon. Nuk të ka faj njeri. Benita ngre zërin, por Eliona vazhdon, duke mos e lënë t'i kthej përgjigje, dhe mos u bëj sikur s'po e kupton pse po të them këto gjëra. Ti ke filluar të flasësh keq për mua pas shpine, të shpifësh, të krijosh drama vetëm që të dukesh e rëndësishme. Por mjaft. Nuk jam unë ajo me të cilën të luash kështu. Atmosfera në dhomë rëndohet. Banorët rrinë të heshtur, duke parë si debati përshkallëzohet. Eliona e mban qëndrimin e saj të fortë, ndërsa tensioni mes tyre rritet çdo sekond. Nëse ke problem me veten tënde, zgjidhe vetë, mos e hidhe te unë. Dhe mos fol më për mua nëse nuk ke fakte. Ti ke nevojë të qetësohesh dhe të mendosh mirë para se të hapësh gojën. Përfundon Eliona, me një ton të prerë që e lë Benitën të ngrirë në vend. Debati mbyllet me një heshtje të rëndë, ndërsa është e qartë se konflikti midis tyre ka arritur një nivel të ri dhe asnjëra nuk duket e gatshme të tërhiqet.